me cilësi. Po shohim shëballinën e Gazeta 10 e që si çdo herë ballina e Gazeta 10 është gjithmonë me lajmet aktuale. E përmendë Donjeta rastin mbram që ka ndodhur në Prishtinë, edhe vetë se është edhe në ballinë të Gazetës 10, një rast i tmerrshëm që i vija ashtu pas rasteve që ndodhen në Vushtrri, vrasjeve në Vushtrri dhe mbrëm patëm edhe një tjetër në Prishtinë, në kryeqytet, ku realisht pati edhe viktima. Madje edhe të lënduarit u dërguan në QKUK, ishte një diskutim ashtu, u publikuan emrat, ne ndonë se dje diskutuam atë çështjen e publikimit të emrave dhe sa duhet tjetë ndoshta edhe shqetësuese çështja e publikimit fotove dhe emrave për familjarët edhe për ata cilët vetë i kanë familjar dorasit, por edhe viktimën. Dhe dje patëm gjithashtu edhe publikimin e fotove të viktimave, sa vjeqishte, me çfarë cilat besoj që shpesh edhe po thom ashtu po e dhunojnë gazetarin. Definitivisht po. Qesin nga ajo se çfarë ishte para pa me sjell gazetaria tek qytetarët. Por që mbi gjitha po lexojmë këtë lajmin orta, dhe po shumë se çka ka të bëjë fjalë për krejt ata cilët veç nuk e ndihin se në cilat pjesë ka pas të shtëna me armë dhe krejt këta, po lexoj. Policia rrethon QKUK-n pas u ekzekutua një person në Prishtinë. Dy persona kanë mbitur të plagosur sot në Rustam Hysenin në Prishtinë, ku njëri prej tyre ndroi jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Policia menjëherë ka rrethuar QKUK-n, ku numri i madh i policëve po shihen aty. Lidhur me rastin, policia ka thënë se i dyshuari është identifikuar dhe është në kërkim. Autoritetet e ardhshme kanë qenë të kopshme, kështu t'i themi, për vendin tonë, sepse vetëm vrasje dhe situata të tilla kemi pa, që po besoj bashkë se situata nuk duhet të kemi në momentin që veç ndodh një ngjarje e tillë, por që nuk kanë të ndalur. Po him të kjo kategoria e lajmeve dhe po i shohim disa prej lajmeve, ku në disa prej lajmeve po i shohim që kanë të bëjë me emisionin pa protokoll, i cili është diskutuar mjaft shumë dje. Mirë po, lajmet të tjera kanë të bëjnë me qeverinë orta po ashtu, ku gjatë ditës së djeshme ka publikuar një video ku ka treguar sukseset e këtyre 4 viteve, sa i përket po ashtu energjisë elektrike edhe inflacionit dhe ngritjes së çmimeve, ku e kanë shprehur si një sukses situatën e tejkalimit të gjendjes së tyre si qeveri. Mirë po, mbi gjitha gjatë ditës së djeshme nuk munguan as reagimet e partive të tjera, duke thënë se sipas tyre nëse veç duket një vendim i tillë edhe një fitore në këto 4 vite, ka pas vetëm humbje, të e pas parasysh që kemi pas rritje të çmimeve, rritje të energjisë elektrike e shumë gjëra të tjera, por për gjitha qeveria kur te ka cilësuar si një qeveri e cila ja ka dalë në bankë këto 4 vite edhe që e ka kryer mandatin e tyre kanë kryer me sukses. Edhe Donjeta ka qenë edhe një akt akuze ngritur ndaj Ministrit të Zhvillimit Rajonal Fikrim Damkës, e që realisht akt akuza e tillë për sulm fizik, pastaj edhe mund të ndikojë edhe në formimin tutje të qeverisë, kur e dim që mund të ndikojë këto gjëra, qoftë ngritja akt akuzave, qoftë diskutime, qoftë paditë, qoftë çdo gjë tjetër që ka të bëjë me ta, dhe e kemi tek lajmet ku flitet që kanë raportuar edhe mediat ndërkombëtare për këtë akt akuz, nëse mund të hyjmë ta lexojmë për akt akuz ndaj Fikrim Damkës, shkruajnë edhe mediat ndërkombëtare. Dhe thuhet që Ministri i Zhvillimit Rajonal Fikrim Damkës të marrë një ngrit akt akuz për sulm fizik, në atë që mund të bëhet një tjetër pengesë në përpjekjet e partisë në pushtet, lëvizjet vetëvendosje për të formuar një koalicion qeverisës pas zgjedhjeve të muajit të kaluar, ka shkruar Associated Press. Derisa zyra e prokurorit të Prizrenit akuzon Damkën se ka sulmuar 2 individ nga një parti rivale e komunitetit turk në ditën e zgjedhjeve. Në bazë të zyrës së prokurorit, ky sulm ka ardhur nga publikimi i disa informacioneve dhe lajmeve në platformat e mediave sociale kritikuese ndaj tij dhe partisë së tij, Partisë Demokratike Turke. Ngjarja kishte ndodhur më 9 shkurt në ditën e zgjedhjeve, ku ai akuzohet se e ka sulmuar dhe ka nosur kundërshtarën politike Arda Maloku. Më 9 shkurt, ai u ndalua dhe vendimi për të ishte të mbahet në arrest shtëpiak përderisa kjo ju ndërprej me 7 mars. Gjatë fushatës, Kurti tha se nuk do të bëhet bashkë me 2 partitë e tjera të mëdha, PDK e LDK, duke bërë të rëndësishme mbështetjen e partive të pakicës ju serbe, të cilat kanë 10 vende. Me 2 vende në parlamentin e ri, partia e Damkës mund të jetë një aleat i rëndësishëm.
Kështu, Associated Press ka shkruar se kjo aktakuzë do t'ja komplikoj formimin e qeverisë Albin Kurtit. Derisa këtë aktakuzë nga Prokuroria Themelore në Prizren, Fikrim Damka e quan të pa bazë dhe se do të vërtetohet pafajësia e tij në gjykatë. Një ngjarje realisht që e dim e përmendet te kjo problemet që po kanë vetë partitë aktuale për formimin e qeverisë dhe do të jetë edhe një problem shtesë kjo çështja e aktakuzave dhe nëse do të bëhen numrat apo jo, ndonse dim që para përfundimit, po them ashtu, të numërimit të votave, ka deklaruar kryeministri Kurti ndaj partive opozitare me disa terma interesant dhe jo fare adekuate edhe për ti thënë prapë, por shpresojmë, do të shohim se çfarë do të ndodhë realisht me këto zgjedhjet dhe nëse do të certifikohen apo jo. A do të kemi një qeveri në vendin tonë, a do të kemi ndaj do të kemi një qeveri të opozitës, ashtu. Opozitës ose jo, për të shohim se çka do të ndodhë. Një ngjarje tjetër po ashtu, e cila veç gjatë ditës së djeshme është diskutuar mjaft shumë edhe që e patëm edhe në këndin e debatit që ke vrasje tragjike në Vushtre, edhe gjatë ditës së djeshme janë dalë po ashtu edhe detaje të reja sa i përket vrasjes e cila ndodhi ndërmjet një gruaje po ashtu më pas pronarit që vrau veten. Kemi pa që ka pas detaje të reja sa i përket rastit, ku janë dhënë edhe po ashtu në emisionet e televizionit tonë. E një detaj tjetër është se thuhet se burri i gruas së ndjer është kërcënuar 3 herë ose më shumë nga ish pronari i gruas e cila punonte në atë furrë, edhe se çka ka të bëjë në këtë situatë ende nuk është e ditur. Përmegjithatë po ashtu mos harrojmë se një situatë tjetër e cila është jep detaje ka thënë se pronari po ashtu gruan e ka larguar 2 ose 3 herë nga puna. Edhe të e pas parasysh që dje të lënë informacionet edhe detaje të reja që në nërkalimin i cili veç është vrar ish gruaja punëtorja e ndjer dhe pronari, aty ka qenë edhe një grua bashkë me një vajzë cila bashkë me gruan e ndjer kanë qenë duke shkuar në shtëpinë e tyre, por megjithatë që të dy ato nuk kanë pësuar ndonjë lëndim të madh serioz, kanë shkuar tek mjeku për shkak se kanë pas disa lëndime në gjurin dhe në krah, por megjithatë ndonjë lëndim tjetër nuk është që ka pas. E pam që mjeku gjatë ditës së djeshme ka konstatuar që të dyja duhet të shkojnë te psikoatri për arsye sepse kanë pa një situatë shumë tragjike, sidomos vajza e mitur e cila ishte 12 vjeçare. Mbi gjitha këto detaje ishin të rënditshme sa i përket kësaj situatës në Vushtre. Krejt ajo siç ka dihet Arta e kemi diskutuar dje, është veç për një shkak xhelozie që gjatë ditës së djeshme më jep edhe lam të mira e fundit gruas e cila ka ndruar jetë tashmë, edhe që diçka që është diskutuar mjaft shumë, kemi pasë janë hap të pamët gjatë ditës së djeshme, por që në pronarin e furrës nuk ka pas të ftuar sa i përket për më ardhë edhe me vizitu kështë t'i themi për kryeshnosh që i themi në gjuhë popullorçe, por që mbi gjitha e situata të rënda dhe fajtorja ende nuk dihet se shkaku tjetër, nuk kemi tashmë një detaj për çka të flasim se çka ka të bëj krejt kjo situatë. Po dje përmend edhe te që diskutuam në emision këtu tek këndi debatit pikërisht çështjen e reagimeve që pastaj erdhën pas kësaj vrasje dhe sigurisht kësaj vrasje realisht i parapriu edhe ngjarja që ndodhi konkretisht në Vushtre mes dy të miturve. Realisht nuk janë, po janë fëmijë se 19 vjeç, ndonse ligjërisht u takon që të kenë vendimet e tyre dhe posedimin e armës apo diçka tjetër, nëse marrin parasysh janë të vegjël ende për të marrë vendime për të marrë jetën e dikujt që është një rast goxha i tmerrshëm për një 19 vjeçar më ardhi deri në atë gjendje. Dhe meqense diskutuam dje, ajo që më bëri përshtypje ishte edhe Adelina, avokatja që e përmendi për çështjen e dënimeve. Ne zakonisht jemi mësuar në emisione donjeta jo vetëm në mëngjes, po edhe kështu përgjithsisht tek emisione tjera që akuza kryesore, po themi ashtu, i drejtohet gjykatave dhe institucioneve të drejtësisë lidhur me dënimet e ulta, që nuk po gjykohen sa duhet, që nuk po mbledhen fakte ndoshta mjaftueshëm për të gjykuar dhe për të marrë hakun ashtu juridikisht.
por ajo më habiti shumë konstatimi i Adelinës, një konstatim që ka nxitur reagime dhe më herët, kur e pati thënë, që dënimet duhet të jenë më të ulta dhe jo aq larta. Dhe nëse mendon kështu, bazuar në statistikat që vetë i kish Adelina që i kish mbledh, dilte ashtu realisht, që dënimet e larta dhe po sjellin një gjë të tillë, veprime të tilla. Po ndoshta edhe tek trinj dikon edhe kjo çështje e ekspozimit, që shpesh të bëhemi kështu të kanë idol ashtu po i themi një diçka dhe pse e menojnë edhe ashtu mu bu pak ma të famshëm që rrejon e këto. E po është edhe një histori nga kolegu ton gazetar me një fëmijë të bulldizuar, që ishte me një vend tjetër. Edhe që kishte shku tek familja, realisht ishte goxha e rëndë edhe me pa se lema me përjetu çdo ditë. Një fëmijë i vogël, në videon e kemi pa edhe më herët që ka qarkullu në rrjetet sociale. Tu e rra. Po kështu me pa edhe reagimin e prindërve dhe rrëfimin e tij. Ishte shumë i rëndë. Kështu që besoj që ndoshta duhet pak më shumë kujdes dhe pak më shumë përmendin edhe dje në debat psikolog. Në shkolla që kemi mungesë të kësaj shkollat me qenë pak më të vëmendshëm lidhur me këto. Gjatë ditës së djeshme po ashtu masi jemi veç të këto vrasjet, vdekja e 42 vjeçares është bërë 59-ta gruaj cila është vrarë në Kosovë që nga viti 2010, kështu që një numër i madh i rritjeve të grave të cilat janë vrarë prej nga viti 2010 e deri në vitin 2025. Sa jemi te gjykata, po ashtu po i diskutojmë edhe gjykatën e cila në fakt me 4 prill veç mbyllen sa i përket deklarimet kështu, edhe do të kemi pastaj situata të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen, por mbi gjitha po shkojmë edhe po shohim se çka ka ndodhur në gjykatën speciale në Hagë atje ku gjatë këto 2 ditët e të hënën dhe të martën, fakt ka jep deklarat ish pjesëtari i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Naim Aluku, e që ka tregu edhe ka jep deklaratat e tij sa i përket situatave në të cilën gjenden edhe ish krerët, ku gjatë ditës së djeshme ka treguar edhe për situatën sa i përket kësaj se si kanë shku situatat në kohë të luftës edhe a ka pas urdhra për ndonjë situatë që të votohen edhe të marrin pjesë në përshtabe nga ish krerët ose krejt këta, mbi gjitha gjatë ditës së hënë e ka cek edhe që nuk është pa mjaft shumë e ish presidentin Thaçi, edhe që nuk mundet me konstatu diçka sa i përket krejt kësaj situate. Mbi gjitha kemi pas shumë lajme sa i përket gjykatës speciale, të e pas parasysh që deri ditën e diell mos të gabuem, ka qenë në Kosovë zotri Thaçi, edhe që me njerë ditën e hanë e kemi pa që është paraqit në gjykatë edhe ka vazhdu dëshmia e tij ku do të vazhdoj, jo vetëm e zotri Thaçi, por e ish krerëve deri me 4 prill. Dhe donjeta, përveç gjykatës speciale, këto që kemi neve, edhe si rubrikë që atë e Gazeta 10, e kemi edhe emisionin e mërëmshëm të Politikos, që nëse hyjmë edhe e lexojmë pak a shumë se çka ka pas lajme nga emisioni i djeshëm, dhe sigurisht çështjet e zgjedhjeve dhe derisa të kemi një rezultat përfundimtar të zgjedhjeve, do të jenë edhe temat kryesorë që do të diskutohen në emisionin Politiko, por jo vetëm në Politiko, në gjitha emisionet realisht që janë pjesë e kësaj sagës së mbrëmjeve, kur vetë fillojnë transmetimet në pasditën e ditëve të javës. Por krahas kësaj, mbrëm në Politiko është diskutuar përveç zgjedhjeve edhe çështja e një videoje që ka publikuar vetëvendosje, ku ka raditur disa nga sukseset e saj. Është konsideruar veriu, është konsideruar edhe çështja e sigurisë në vend, janë konsideruar liberalizimi i vizave si arritje të këtij mandati të qeverisë. Dhe në ballin tek rubrika e Politikos, te Gazeta 10, kemi Halil Matoshin, që një analist i zësho, po për mua është goxha simpatik ashtu dhe me dëgju është goxha interesant, ka disa rrëfime të tija interesante që se që bën atë lidhjen e tij me mandatet e kaluara, me këto në një mënyrë shumë kreative për të arritur tek publiku. E kemi në ballim pra një deklarim të Matoshit, ku thot se VV-ja paraqet si sukses veriun, ndryshimi 000. Një kritik i madh i qeverisë Kurti. Ndërka që mbrëm ka qenë edhe Sadik Zeqiri,
analist i cili ka thënë që është rrën e kullume, ka stagnuar për 4 vite, edhe Sadiko ka pasur disa kritika për qeverisjen e Kurtit, ndërkaq tu nuk kanë qenë vetëm në kalimet e Matoshit, ai ka thënë gjithashtu që qeveri ma faqezez nuk ka pas kur, këto që brenda pra një mënyrë interesante e Matoshit që nuk e konsideron fare nëse mund të merë dikur si ofendim apo jo, ai me rëndësi e thot vetën. Pastaj kemi pasur edhe deklarimin e Blerim Gashit, të cilin me aq sa e dim, Gashi shet gjithmonë anët pozitive të partisë në pushtet dhe mundohet që ato dhe t'i transmetoj në debatet ku ai merr pjesë. Votat e diasporës u manipuluan nga LDK-ja. Dhe nëse mundemi me lexu këtë lajm, është i shkurtër kështu, por thot që komentatori politik Blerim Gashi ka komentuar në Politiko me Kushtrim Sadikon postimin e deputetës së LDK-s Hikmete Bajrami, ku flet për manipulime me votat e diasporës. Ai tha se këto votat e diasporës janë manipuluar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për votat e diasporës zonja Bajrami ka rajt, sepse këto vota janë manipuluar nga LDK-ja, pikërisht nga Hikmete Bajrami, ka thënë ai në Kanal 10. Derisa me këtë deklarat nuk është pajtuar analisti Halil Matoshi. Ai tha se këto vota janë manipuluar nga të dy partit. Votat e diasporës i kanë vjedhur të dyja palët. Njëra palë ka vjedhur në ambasadë, ndërsa tjetra me post. A bohemi fair kështu, tha ai në Kanal 10. Pra, kjo ka qenë vetë diskutimi lidhur me çështjet e votave të diasporës, e që besoj që ka qenë një temë interesante ku vetë fund që është stërdiskutuar. Definitivisht, po. Madje, do një tha nëse e marrin parasysh kjo çështja e LDK-s ka qenë goxha interesante kështu pas përfundimit të zgjedhjeve. Fillimisht para zgjedhjeve nuk pati diskutime të shumta lidhur me atë se çfarë ndodhi në LDK, çfarë ndodhi me votat. Por pasi vetë se fillua numërimi, fillimisht donin disa pak naci brenda deputetëve që nuk janë numëruar gjitha votat, që disa kanë shkuar tek deputet të tjerë që nuk u përkasin ato vota dhe pastaj pati pra kështu filloi konflikti mes vete. Pastaj patën probleme me punën e certifikimit të listës zgjedhore dhe pas kësaj u rinumëruan disa vota në disa vendvotime dhe sigurisht të ndruan edhe rezultatet që ankesat unë kuptua që ishin me të drejtë. Dhe ajo që pom pastaj, do njëta ishte më interesante që patëm një krisje ashtu po i themi brenda LDK-s dhe leadershipit, ku kritikua Avdigjiku se nuk po përfaqësonte realisht vlerat themelore të LDK-s dhe se duhet të ndrohej ky leadership. Ishte zotri Hoti, që ka qenë edhe kryeministër i Kosovës, që e nxiti këtë lloj debati brenda kësaj partie se duhet ndrohet Avdigjiku. Po ajo që ishte më interesante ishte që patëm një reagim pastaj nga familja e Ibrahim Rogovës, ka u Kukova, e që e dim do njëta që familja e Ibrahim Rogovës, konkretisht gruaja e Ibrahim Rogovës, për herë të parë me aq sa dim që nga fillimi apo që nga pas lufta lidhur me Lidhjen Demokratike të Kosovës ka qenë mbështetja e parë që i ka bërë një liderit LDK-s. Zakonisht nuk ka dalë dhe nuk është përfshirë fare me atë se kush duhet jetë në krye të LDK-s, por është hera e parë që kemi parë që e njëjta ka dalë zonja thonë, ka dalë edhe ka deklaruar që familja Rogova mbështet Lumirin në rrugtimin e tij. Mirë, kështu situata shumë interesante, cilat veç kemi pa dhe janë diskutuar në fakt në Politiko, edhe tash po shkojmë te pjesa ime se arta e ka Politikon, por megjithatë unë kam 10 plusin e cila ka të diskutoj me showbiz në ngjarjet të cilat kanë ndodhur në showbiz, ku gjatë ditës së djeshme ka ndodhur shumë ngjarje interesante sepse kemi pas një rrëfim interesant në reality show-in Big Brother VIP Albania nga Gjesti, i cili ka rrëfyer për jetën e tij edhe për situatat e jetës së tij, gjithashtu një takim shumë emocional me prindrit e tij, me nënën dhe babain e tij, cilët nuk e priti as pak, edhe pse këto ditë kemi pa që vazhdimisht kanë ndje mungesën e tyre, por që ishte një takim shumë emocionus, sidomos me nënën e tij në momentin që veç është taku, nuk ishte as pak e pritshme nga Gjesti, por megjithatë është e kuptueshme të e pas parasysh që ka gati 5 muaj 6 do i bëj, që nuk është takuar me familjen e tij edhe nuk është që ka pas një takim kështu t'i themi, sepse brenda 24 orëve ka filluar reality show-in tjetër,
Për gjitha gjatë ditës së djeshme kemi pas edhe eliminimin e cili veç e kam hamëncuar dhe kam thënë që do t'jetë po ky banori i cili do dalje që u eliminua Valbona, atë pas parasysh që ka qenë në një eliminim kokë më kokë bashkë me Laertin, e që si përfundim Valbona ishte ajo e cila lë garën në gjysmë. Mbi gjitha përveç këtyre kemi pas edhe shumë ngjarje të tjera të cilat veç na kanë bu mi diskutu. Një lajm i cili veç është diskutu mjaft shumë ka qenë për të dashurën e ish këngëtarit ndjerë tashmë Liam Payne, i cili e dashura e tij tashmë nuk po mund ta marrë veten që nga momenti që ai ka vdekur, të e pas parasysh që vazhdimisht kujtimet po e ndjekin atë me vete edhe situata të tilla nuk po mund t'i kaloj. Një lajme të tjera pashtu cilat janë diskutu mjaft shumë gjatë ditës së djeshme ka qenë edhe për Beatrix Ramosaj, e cila Ariola Demiri është banorja e cila ka qenë bashkë me Beatrix Ramosaj, ka treguar situatat se si njerëzit fakt mbas daljes së Beatrixës nuk e kanë pritur mirë edhe që kanë shkatruar veturën e saj shpesh herë është gjetë në rrugë dhe duke sharë, duke bërë fjalë fyse ndaj saj. Mirë po, këto situata më duket ne i marrim shpesh herë edhe si situata të vërteta, të pas parasysh që ata janë brenda një loje, edhe që njerëzit prekën nga këto lloj situata, për mbi gjitha nuk e besoj që një vajzë si Beatrix Ramosaj do ta donte të ndodhte kjo situata e cilat veç i ka ndodhur nga njerëzit që nuk ishte e pritshme dhe që situata të tilla tashmë janë mjaft të diskutuara. Lajme tjera kemi pas sa i përket edhe publikimit të lajmeve nga këngëtarët tanë, edhe po ashtu situata të tjera që ka të bëj me Gjenetën, edhe që kishte ditëlindjen e saj e cila e festoi ditëlindje por me një numër të vogël të njerëzve të cilët ishin prezent, duke anashkaluar një numër të banorëve, që në ditëlindjen e saj nuk ishte normal Triloni dhe Sara.